Përshëndetje, unë jam Alfred Lela, në emisionin Politikon kam ftuar sot Henry Qilin, një njeri të cilit i pëlqen të njihet si sipërmarrës. Sipërmarrës i shumë ndërmarrjeve dhe kjo është pyetja e parë Qili. Si do donit t'ju drejtoheshit në qytet, apo si e njihni ju veten, apo si do donit të njiheshit? Pyetja se si e vetë përkufizoj veten dhe mua me thënë drejtën më ka munduar dhe kam arrit në këtë konkluzion. Shpresoj që kjo të shërbej për një lloj sqarimi të vlefshëm. Në thelb roli im I ri dhe po themi përfundimtar është sipërmarrës. Unë jam sipërmarrës. Pavarësisht se një lloj të veçantë dhe një origjine të veçantë, ka pikpamja e formimit, e profesionit më parshëm të gazetarit apo e formimit akademik. Unë jam sipërmarrës, por gjithsesi jam një lloj të veçantë. Në këtë pikë takim ose në këtë keq kuptim ndërtohet shpeshherë edhe fabula ime, po dhe shumë kost, edhe shumë përfitime, po dhe shumë kosto të panevojshme që I kam. Kush merr më shumë në sipërmarrjet e tua, sipërmarrja universitare, mediatike, apo po themi një lloj njeriu publik që është një bashkim I të dyja të parave, por është diçka më shumë se sa dy të parat? Me përfundimin e fabulës së gazetës Mapo, ose me shitjen e logos Mapo, unë kam bërë jashtëzakonisht qartë, jam jashtë industrisë së medias, nuk jam pjesë e industrisë së medias. Iniciativa jonë për projektin më I fundit për themelimin e gazetës liberale, si po themi kraho ose projekti I medias I Institutit Europian Pashko, është thjesht një vokacion, është thjesht një kënd ideologjik, është një mënyrë se si unë shoh botën dhe përpiqem të kontribuoj në debatin publik, por nuk jam pjesë e medias në atë kuptimin klasik të fjalës. Media është një industri, ka logjikën e vet ekonomike, ka operatorë të vet shumë nderuar, nuk bëj pjesë tek këta. Kush më merr më shumë kohë? Është një mënyrë të jetuari, është një mënyrë të vepruari, është një mënyrë gati 40 e ca vjeçare, domethënë, e jetës time të përditshme dhe mënyrë se si e shoh qytetin, botën ose zhvillimet. Por do thoja që meqense është një sektor shërbimesh, është një sektor mendimi, është një sektor, po themi, që ke të bësh me njerëzit dhe jo me ndonjë produkt në kuptimin konkret të fjalës ose me një mall, sigurisht që ky dimension luan një rol të veçantë. Kjo formulë për ta thënë shkurt më ka dhënë goxha sukses, por dhe më ka krijuar dhe kosto vërtet panevojshme që shumë sipërmarrës në fushën e edukimit nuk I kanë, ose I kanë të reduktuara, kurse mua më ka krijuar një kosto të kotë. Sidoqoftë gjërat do kthjellohen, sepse gjitha shoqëria shqiptare është një problem statusesh, është një problem idesh, është një problem konceptesh, por vendosmëria ime është e qartë. Jam një sipërmarrës në fushën e edukimit, pavarësisht se I një lloji të veçantë. E përmendët Mapon dhe thatë që ju jeni në media, megjithëse nuk e ndjeni veten të atashuar ose po themi. Jam në media, po jo pjesë e industrisë medias. Ka një kontradiktë, po nejse. Për te kontradiktës është pse shitët Mapon dhe pse hapët liberalen dhe pse mendoni se nuk jeni pjesë e industrisë së medias kur hapët gazetën liberale? Mapo ishte një projekt I bukur, shumë simpatik, që zgjati gati 10 vjet dhe u ndërtua mbi një koncept. Mbi konceptin që logot duhet të shiten dhe të blihen ose të ndrojnë pronësi, por nuk duhet të zhduken. Alfred, në Shqipëri ka një traditë shumë të keqe të zhdukjes së gjithçkaja që është më parë. Ne s'kemi pothuajse asnjë titull shtypi nga rilindja kombëtare, asnjë titull nga vitet 20, asnjë titull nga komunizmi, edhe Zërin e popullit e mbylli Edi Rama, dhe pothuajse s'kemi më titull nga vitet 90. Zërin e popullit po e rihap Sajmir Tahiri. Mirë, bie fjala. Si portal. Bie fjala. Por si koncept. Kur krijuam Mapon atëherë, kur diskutuam për Mapon, unë mendoja që duhet blenim një titull, duhet zhvillonim një titull. Dhe si tilla u zhvillua, ishte një titull simpatik, me një influencë dhe me një gjë të kësaj natyre. Por kohët ndryshuan dhe objektivi im nuk ishte me industria e medias, informimi, pile për paradoks, slogani I gazetës liberale është ne nuk informojmë. Sigurisht përpunojmë, interpretojmë, etj, sepse fjala manipulim ka I kuptim të keq në Shqip, por në fakt është përpunim. Dhe unë kisha një dilemë në fund të dhjetorit, kur më erdhi propozimi për të bler Mapon nga dikush.
a e vlen që ky titull të instrumentalizojë më tej për këndin tim ideologjik liberal nga cilin unë e shoh botën? Mendoj që jo, ishte një titull industrial, pjesë e industrisë medias, dhe duhet vazhdonte të ishte pjesë e industrisë medias, të funksiononte si shoqëri tregtare. Prandaj mendoj që kontribova duke i lënë industrisë medias një titull mjaft mirë dhe pozitiv, që nga klikimet, që nga elementet e tjerë, dhe gazeta po ka sukses. Nga ana tjetër, besoj që përpjekja jonë brenda Institutit Europian Pashko, përpjekja jonë kundër populizmit, pro liberalizmit, pro tolerancës, po themi, gjithë koncepteve që shoqërojnë një shoqëri liberale ose liberalizmin ekonomik, liberalizmin politik etj, kishin nevojë për një projekt mediatik ose për një formë komunikimi. Në këtë sens, unë them që jam në media, po jam jashtë jo pjesë e industrisë. Pra se quaj veten botues. Është një projekt i vogël, ideologjik. Qëllimi im bazë është në qytet të thuhet, ok, po për këtë çështje, po liberalët çfarë thonë? Kaq, jam shumë i kënaqur. Kur flisim për populizmin, sidomos, dhe për liberalizmin, a mendoni se ta kalojmë edhe të bëjmë një miksim të mediatikës me politikë? Pa diskutim. A mendoni se kryeministri Rama është populist? E ka nisur si populist, e ka nisur si liberal, si e ka nisur, si e ka mbyllur? Si u rezulton kryeministri pas në vitin e 6 të qeverisjes qendrore, duke njohur ai ka qenë edhe qeverisjes lokal? Rama në krye të herës e ka nisur qartësisht si populist. Madje mund të thuhet që shenja ose kulturat ose fenomenet të trumpizmit ose të komunikimit si populist, ai ka manifestuar me kohë, që nga fillimi, mjafton të kujtojmë disa skena të famshme me sopat tek shtylla e elektrikut, disa forma atipike, dhe shprehja e tij e famshme, nuk jam politikan, jam qytetar. Nga ana tjetër, edhe për mua për të lidhur fenomenet, mendoj që kur u bë shtetar, kur u bë kryeminist, ai pati një tentacion për të bërë gjëra reformuese, serioze, reformiste, dhe u indikua, ndoshta edhe nga këshilltarët e tij, që ka pas klasën botërore, duhet i pranojmë. Nuk është pak të kesh një frymëzues ose këshilltar politik si Tony Blair apo një këshilltar operacional si Alastair Campbell, dhe ai pati një fazë jo populizmi ose reformizmi, mbani gjëra antipopullore, po bënte gjëra antipopullore. E mirë e keqe po të burgosësh 40 e ca mijë veta, ku diun sa thon për faturat e energjisë elektrike apo të bësh këtë gjë ose atë gjë, është antipopullore në një farë, ose janë disa masa antipopullore, ose disa gjëra tjera që nisi me reformën e pensioneve, të arsimit apo element tjerë kontrolli territorit, ai pati një fazë reformiste, por përfundimisht, sidomos nga vjeshta e këtij viti, Rama i është dorëzuar dhe ka përfunduar ciklin e tij si reformist, i është dorëzuar tentacioneve, i është dorëzuar populizmit, i cili, siç kam thënë në vende tjera, në Evropën jugore ka tipare puniste. Ka përfunduar edhe ciklin si kryeministër, se e ka përfunduar ciklin si reformist. Për mua po, në qoftë se nuk ke diçka ç'a të bësh ke diçka thelbësore. Kush mund ta përkufizoj sot se çfarë po bën Rama ose çfarë po bën qeverisin e tij? Të çfarë karakteri janë? As ai vet nuk besoj se lodhet më për këtë. I është futur, sidomos pas grevës studentëve këtej, i është futur një projekt i menaxhimi, populizmash, kërkesash, mbylljesh gjërash, etj, por nuk ka një ide thelbësore me anë të cilin ai mund ta qeverisë vendin tani me tutje. A mund të kishte një Ram 3-0, kush e di, çdo gjë ndodh. Ka ndodhur dhe rilindja e Krishtit. Megjithatë, jo më një rishpike e fabuleve komunikative, por sot për sot tiparet e tij janë të tilla që e ka mbyll arsyen pse duhet të rinë në pushtet. Megjithatë, ju e mbështetët kryeministrin Rama për një mandat dytë, i kërkuat dhe i dhatë mbështetjen për një mandat të dytë. A janë 2 vjet të mjaftueshëm që kryeministri Rama të ketë shkuar në fund të kësaj humnere ose grope në cilën ju e gjeni sot? Nuk e di për budalla, besoj as të tjerët. Dhe unë shoh shumë budallej në media që si të mençur që dalin dhe thonë gjithmonë që njëra partia e tyre duhet të fitojë menjëherë dhe nuk duhet të ikë asnjëherë nga pushteti, ose anasjellta, sapo vjen pushtet nuk duhet të ikë më, sapo s'ka ardhur, nuk bëj pjesë ke ky grup. Dhe dogmatikësh nuk bëj pjesë të ky grup të cilët nuk janë realist në qëndrime ose në zhvillime.
ka një moment kur njeriu duhet bëhet realist dhe në atë që ndodh. Cila do qoftë partipria ose forca jote politike që preferon, unë kam të qarta tashimin me të djathtën, po themi edhe me Partinë Demokratike, me kohë, duhet bëjmë realist që vjen një moment që kjo parti duhet dalin në opozitë ose s'është gati për të ardhur. Dhe ky është të flasësh për interesin publik dhe të flasësh për logjikën, të jesh logjik. Sepse nëse do kishim gjithmonë qasje partizane, nuk do kishte dialektik jeta politike. Tani të gjykojmë nga aktet. Cilat ishin aktet e Edi Ramës pas ardhjes në vitin 2013. Ai nisi me një përgjegjësish për mendimin tim, t'i braktiste disa ide të programit ose disa ide anti-reformiste, bile kam pas bërë dhe librin atëherë kundër reforma. Unë e konsideroj votën e 2013-s një votë triumf të antireformizmit, pra si të ndalojnë gjitha gjërat që kishte nisë qeverisja djathtë. Bepas, papritur për një gjë të bukur, për një shans për mendimin tim për Shqipërinë, Rama nisi disa reforma kurajoze. S'ka rëndësie të përsërisi më argumentat dhe nisi të afrontonte realisht me një sens përgjegjësie dhe me një sens projektimin histori, po duash ti, t'i kapte disa prej problemeve me themel. Ku diun, thashë herë, pensionin, territorit, energjinë, disa elementë të caktuar, se s'ka rëndësi të bëjmë bilanc. Atëherë, çfarë do bëjmë? Do rrim dhe nuk do e njohim këtë ndryshim? Çili në të njëjtën kohë jam dakord. E përfundoj. Rëndësi ka të shohim bilancin e kësaj gjëje. Pra do gjykojmë hapa sapi. Çfarë ishte opozita e 2017-s e Bashës? Ishte ende pa përgatitur, s'ishte mbaruar reforma në parti, kishte një konfuzion ideologjik, kishte një nëse Rama thoshte diçka reformiste, për të qenë a priori në opozitë thoshin të kundër identitetit ideologjik. Do të kaloj te Basha, po dua të rrim tek Rama, duke qenë pjesërisht dakord me ato që thatë. Megjithatë në të njëjtën kohë kryeministri dhe koha ka rënë dakord me ne, pavarësisht se gjatë kohës që debati i ideve dhe i qëndrimeve zhvillohej, kishte mos pajtime siç edhe duhet të jetë. Në të njëjtën kohë që instalonte këtë strukturë reformiste, Zoti Rama po instalonte edhe një nënstrukturë tjetër, që e kemi parë të zhvendoset. E kemi parë nga përgjime tani. E kemi parë të zhvendoset nga periferit në parlament dhe pastaj nga parlamenti doli dhe u kthye në periferi për të shërbyer sërish si një lloj po themi mbrojtjeje ose si një lloj prapavije sulmi për çdo lloj qëllimi politik, qoftë zgjedhje, fushata e me radhë. Dua të them, a e shihni këtë strukturë reformiste po aq të rëndësishme sa kjo nën struktura që Zoti Rama ngriti dhe edhe një herë e kemi parë tek dekriminalizimi, e kemi parë nga ata që kanë dalë, kanë hyrë, ka shumë prova. Pra a e dëmtoi po themi strukturën shoqërore, politike dhe sociale, edhe kulturore po deshet vendit Rama me këtë po themi Po jo them që në fillim e dëmtoi shumë. Megjithatë shpjegimi është pak më komplikuar se kaq. Unë shoh një problem në përgjithësi në ngërçin që ka tranzicioni shqiptar. Për mua Rama ishte ilustrim perfekt ose mënyra si erdhi në pushtet i kësaj gjëje, mënyra si edhe si po vazhdon ose si është i detyruar në një kuptim të vazhdojë. Jeta jote politike ka një sëmundje që unë e mendoj që është mitra e gjithë problemet e është mënyra si financohet jeta politike dhe si paguhen politikanët. Metafora shumë e thjeshtë, politika kushton x lek nga pikpamja reale, sepse çmimet janë në treg, nafta, kafeja, salla, reklama etj. Ndërkohë që zyrtarisht buxheti i shtetit jep një shumë që për mua nuk e kalon një të katërtën e këtyre nevojave, po themi për qenë realist. Atëherë do jemi realist. Ku do gjenden parat për 75% të kësaj situate? Kjo fillim nisi me angazhimin e njerëzve dhe premtim për punësime. Opa, iku administrata publike, meritokracia në politikë. Nisi me financime në dorë të biznesmenëve dhe të sipërmarrësve. Opa, iku me premtimin e një tender, iku gara ndershme në tendrat publik. Pastaj nisi pse jo, sepse kostot u shtuan, ndërkohë buxheti publik ngeli po njësoj. Pastaj nisi dhe me para nga informale. Dhe erdhi një moment që bota e krimit ose ekonomia kriminale doli hapur, nuk besonte më po donte pjesëmarrje të hapur. Tani
Kjo është makrosistemi, fenomen i ndeshur tek të dy partitë, por i shndruar në fenomen, do me element aty këtu, i shndruar totalisht fenomen gjatë qeverisjes së rilindjes. Për mua kjo ka qenë një diabolizëm i Ramës apo aksident? Nuk ka qenë një aksident, nuk ka qenë diabolizëm, ndoshta ka qenë vetëm një rrugë. Ka pas dhe siç ishte edhe slogani, ka pas dhe një slogan një prej sloganeve. Në nën tekst është jemi vetëm një rrugë për të bile ka biseda informale që thonë që rrugaçëve të qeverisë do të përgjigjemi me rrugaçët e tjerë. Sidoqoftë kjo ka sjellë dëm jashtëzakonisht të madh jetës politike. Është shumë mirë që Rama e pranoi dekriminalizimin në atë mas që pranoi dhe është një nga fitoret kontributet thelbësore të Lulzim Bashës në jetën politike dhe demokratike në Shqipëri. Dekriminalizimi sepse e vuri në fokus. Ky fenomen nuk mund përsëritet më në të njëjtën mënyrë si më parë. Pra, Rama është njëri paradoksal, kanë jetuar të dyja. Pikërisht dhe ky ndriçim ose ky përpjekje për reformizëm, për estetizëm, për modernizim etj. Fakti është që shoqëria shqiptare nuk e bëri kurrë plot procesin e modernizimit. Asnjëherë nuk kaluam modernizimi zogist, komunist, i tranzicionit etj. Dhe ishte një lloj nevoje. Por në thelb kjo strukturë paralele, metastazet të cilës ne i shohim sot ose elementet i shohim sot, s'ka më nevojë për prova, mjaftojnë ato formularët për të kuptuar, i ka bërë një dëm shumë të madh jetës politike. Sidoqoftë, Rama doli dhe e mori përsipër këtë gjë dhe ju fut një aventurë në zgjedhjet 2017 duke garuar vetëm. Ato janë zgjedhje shumë të komplikuara. Unë nuk e qortoj marrëveshjen e 17 majit, është një marrëveshje pozitive për Shqipërinë, por zbatimi, aplikimi dhe pervertimi i saj rrugës, mendoj që i kroi shumë kosto Bashës dhe opozitës dhe ktheu jetën politike mbrapsht. Të gjitha këto përfunduan, kjo nuk ecën më, kemi nevojë për një restart të plot. Përmendet sloganin e Ramës, e vetmja rrugë, dhe është e famshme një batut po e Ramës, në emision politiku keni qenë dhe ju, sigurisht që ne jemi vetëm një rrugë, se të gjitha rrugët e tjera i ka zënë Henry Qili. Sa rrugë i keni liruar Edi Ramës? Ose i keni zënë dhe liruar? Shiko, unë, ma që pesh publike, nuk e ka thënë një debat kur kemi qenë ne, kur kemi qenë unë, për ka thënë një debat tjetër, një nga batutat e ti. Shiko, në gjykimin tim, ardhja e Edi Ramës në krye të Partisë Socialiste në 2005 dhe ardhja në pushtet kanë qenë dy fenomene të cilat i kanë sjellë risi jetës politike. Personalisht 2013 kam qenë qartësisht jo për këtë eksperiment. Edhe kam shkruajtur nuk pse s'na duhet eksperimenti, pse s'na duhet. Kjo janë ishit për një mandat të tretë të Berishës dhe të fundit të Berishës. Pse? Sepse atëherë pa ta shtruar këtë pyetje. Një, këta që po vinë 2013, këta të dy, më falni, Rama me Metën. Kanë ide më të mira, nuk më rezultoi. Nuk rezultonte që atëherë. Kanë eksperiencë më të mirë në administrim, ne kishim parë Ramën, sa kishte ikë nga Bashkia e Tiranës. Dhe a kanë moralitet ose po themi pastërti më të madhe, ishin pak a shumë si gjithë të tjerët. Dhe ishte një eksperiment, dallohej që ishte një eksperiment. Megjithatë, kemi ndryshim shumë të madh midis Ramës fushatës 2013 dhe Ramës zbatimit qeverisjes. Për mua në 12 muajt e parë dhe e përfundoi, ai pati një ndrim komplet diskuri dhe pati totalisht një braktisje të gjërave që thanë fushat, përveç taksës progresive. Nëse do ma bësh pyetjen më njëherë. Në këtë sens, unë do të thoja që Rama i ka sjellë diçka kulturës politike, me të mirat dhe me të këqijat. Dhe momenti është për të kuptuar se kur ky cikël është në fundin e vet. Sepse ka shumë faza kur politikanët vazhdojnë të jenë në pushtet, por e kanë përfunduar ciklin. A mund të kishte një Ram 3-0? S'di të them. Pra Rama nuk është për një mandat të tretë, qartësisht me këto që po thoni. Duhet ta lërë për hir të sistemit, duhet ta lërë për gjysmë dhe këtë dhe duhet t'i jap vendit një kontribut të madh nëpërmjet dy elementeve. Duhet t'i jap vendit absolutisht një sistem të ri politiko-zgjedhor shumë garantist për gjitha palët. Nuk mund të vazhdohet kështu, kemi që nga në 95 që kemi njëjtin problemin e pastërtisë ose rregullsisë së zgjedhjeve. Dhe nga ana tjetër Rama duhet të ruajë dypartitizmin. Ka një rëndësi shumë të madhe sepse sot po diskutohet, jo po të ndrojmë sistemin. Të cilin ai do ta zhduk sipas jush? Nuk e di se nuk po e lexoj dot akoma lojë, por do bënte një gabim jashtëzakonisht të madh kundër interesit publik, kundër interesit Partisë Socialiste, partisë vetë dhe kundër interesit të vet
Cila është ideja, Alfred? Po themi dy teza të tmerrshme. Për mua, dypartitizmi është një nga kushtet e ekzistencës së shoqërisë shqiptare. Sado defekte kanë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, ato janë forca gjithsesi të përgjegjshme, të mëdha, të organizuara dhe janë vlerë e shoqërisë shqiptare. Pa bipartitizmin ne rrezikojmë shumë çka. Nëse tani rrezikojmë diçka me këtë disfunksionim, pa bipartitizmin, mendoni sikur në Shqipëri të kishte një 7-8 parti që bëheshin lëmsh, që ndroheshin logot edhe Çfarë ndodh me 30 qershor nëse shkon vetëm një parti në zgjedhje? Pak më gjatë. Katastrofë është sigurisht. Në qoftë se mendoni sikur marrëveshjen e detit ta negocionte një ministër një parti aleate. Çdo kishte bërë, ose mendoni që po them edhe reformën arsim ta bënte një parti aleate. Pra, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste janë vlerat të shoqërisë shqiptare, interes publik dhe interes kombëtar, dhe për mua si nivel janë gjithsesi mbi elitën, mbi shoqërinë shqiptare. Shikoni gjithë elitat, dhe arsye është shumë e thjeshtë, sepse elita politike na i ka mbledh gjitha llojet e elitave. Sapo krijohet një figurë, ajo e merr. Në politikën shqiptare janë angazhuar profesorët më të njohur, që nga 90-ta këtej, figurat e shoqërisë civile, figurat e artit, kulturës etj. Çdo elitë tjetër është në nivelin e elitës politike. Ajo gastareska, ajo akademike, ajo shoqërisë civile. Çili me gjithë të Dhe nivel. e fundit, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste janë gjithsesi mbi nivelin e Shqipërisë. Jo e kundërta. Ju flisi për Dhe një ka sakrifikuar shumë për Shqipërinë. Ju flisni për një nivel të lartë të partive politike, të dy partive kryesore, po megjithatë mungesa e zgjidhjeve dhe pozicioni, ngërçi, kriza ku Shqipëria ju kundërshton. Ne jemi në riciklim krizash dhe kjo inteligjencë dhe ky elitizëm i madh i dy partive kryesore, pse se ka prodhuar këtë zgjidhje të butë? Pse s'kemi një kurc, një mej? Mirë, shiko, duhet ta shohim realitetin me shumë tepër nuanca. Cila është ideja? Ideja është kjo që përveç aksidentit madh historik të 97-s, elita politike është treguar relativisht e përgjegjshme. Ka 20 ca marrëveshje për DPS-ja, nuk është kaq e thjeshtë dhe kaq, në kuptimin nuk është kaq bardhëzi. Po ashtu, avancimi i shoqërisë shqiptare nga 90-ta këtej është kolosal. Ne jemi të prirur të shohim, të krahasojmë me diçka tjetër, do të krahasojmë me vetveten. Unë mendoj që tranzicioni shqiptar është i suksesshëm. Çështja është si do vazhdohet dhe si do dilet si do kalohet një fazë të re. Unë po flas për një pretendim, nuk po flas për një keq gjykim të një realiteti. E kuptoni që ishte shoqëria shqiptare dhe do të ngre pak lart dhe vlerat e liberalizmit dhe të lirisë. E kuptoni që ishte shoqëria shqiptare në 90-ën apo jo? Vetëm GDP-ja është rritur midis 20 dhe 30 herë. Është 25 vjeçari, 30 vjeçari më i shquar i historisë tonë. Janë mbjell praktika, janë mbjell sisteme komunikimi, janë mbjell praktika të natyre tjetër që shoqëria shqiptare nuk i ka pasur. Në vërtet themi Çekia është mirë, po Çekia ka qenë gjithmonë mirë, pati një aksident 40 vjeçar, por ne kush kemi qenë? Pra në këtë sens duhet parë dhe me një metodë krahasuese si gjë. Tani vim ke zgjedhjet e 30 qershorit. Situata është delikate. Unë kam besim që do ketë një lloj zgjidhje dhe dy partitë e mëdha do jenë në nivelin e përgjegjshmërisë. Të gjithë do t'i nxisin Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste për një veprim të përgjegjshëm. Dhe veprimi i përgjegjshëm nuk kupton fitore absolute ose humbje absolute. Të dy palët duhet të çedojnë për të kaluar për mendimin tim në ide të re. Lajmet nga zgjedhjet europiane janë simpatike, janë të mira, janë të shëndetshme. Duket që forcat europianiste kanë ruajtur shumicën dhe rritja e dy formacioneve episodike, si që janë liberalet dhe të gjelbërit, është shumë pozitiv për zhvillimin e projektit evropian në një botë shumë të trazuar, mos të hyjmë gjërave, se 30 minuta kemi. Prandaj krijohen premisat për një momentum të ri. Momentumi i ri për mua duhet të jap fund krizave ciklike. Nuk mund të ketë 7 herë reformë zgjedhore. Kur ka dështuar reforma zgjedhore 6 herë, hera e 7 tregon që nuk është aty problemi, është diku tjetër. Nuk mund të ketë njëjtë qasje të ndërkombëtarëve ndaj problemeve shqiptare si më parë. Pra, gjërat kanë ndryshuar, regjistrat kanë ndryshuar, brezat kanë ndryshuar dhe unë besoj që Rama do të kishte një mision të fundit në gjykimin tim, pastaj mund të rishpikej, sepse Churchilli u kthy 7 herë. Një marrëveshje të re? Jo, absolutisht. Jo në atë kuptim paksa pejorativ që ti sapo e bëre,
duhet kishte një akt të ri përgjegjëshmërie, ruajtja e dypartitizmit, dhënia e gjitha mjeteve dypartitizmit në dispozicion dhe strukturimi i një marrëdhënie të re politike, sidomos në kushtet kur reforma në drejtësi po ecën. Qeveria duhet urgjent të ndalë impaktin në reformën në drejtësi për të mos ta komprometuar atë më tej dhe për të korrigjuar diçka më tutje. Ka një impakt të qeverisë? Absolutisht po. Një nga arsyet pse unë e gjej me vlerë lëvizjen e Lulzim Bashës për djegjen e mandateve dhe kam mbrojtur dhe publikisht, është që ajo e shokoi shoqërinë shqiptare. Shoqëria shqiptare nuk po e dilte më me profilaksi, nuk po e dilte më me shërim, siç ishte marrëveshja e 17 majit, kishte nevojë për një shok. Dhe sistemi politik duhet të bëhet funksional, s'kemi nevojë për një sistem të ri politik, po kemi nevojë që ta bëjmë funksional sistemin politik, vetëm nëpërmjet një akti shokues. Por mbi të gjitha, mos impaktimi më tej i reformës në drejtësi nga një nga palët politike që është pushtet, është arsye e tretë dhe themelore pse ne duhet të kemi një fazë tranzitore, derisa neutrale, një qeveri të gjithëve, derisa të shkojmë në një fazë të re të një ristarti demokratik. Këtë do propozonit ju idealisht për kryeministër të një qeverie të tillë tranzitore? Mua më shkon ajo kraba, më tërheq kraba nga akademikët. Pak a shumë kemi, po varet, ka shumë emra, domethënë që mund të ishin me afiliacion më të majtë ose më të djathtë, po për shembull qeveria 2 vjeçare e Mario Montit e shpëtoi Italinë ose solli në një fazë tjetër. Kush do ishte një Mario Monti shqiptar? Ka shumë, po të bëja Gaja në zhë, ka shumë, nuk kam në ide për ndonjë emër. Përmendet bipartitizmin duke lënë jashtë LSI-n, duke lënë jashtë edhe Monika Kryemallin edhe Ilir Metën në një farë mënyre. A ka bipartitizëm pa LSI? Nuk ka kontradiksion. Që është e treta. Duket që ka një kontradiksion, por nuk ka kontradiksion. Vetëm semplistët ose ata që shohin thjesht e shohin. Nuk ka rëndësi se si sistemi elektoral është një mënyrë. Nuk ka rëndësi si aranxhohen forcat politike me njëra tjetrën, të një spektri ose të një afilimi politik për të ardhur në pushtet, për ta interpretuar sistemin politik. Mund të kishte zona të lira, domethënë s'ka asnjë problem që në raport me aleatët e PD-LSI ose tjerë, mund të diskutonin për zona të lira, nuk është kjo e rëndësishme. Sistemi bipartizan na krijon një qëndrueshmëri. Shiko, të them diçka. Ne kemi pas sistem mazhoritar dhe duket që ne, unë vetë kam pas diskutime për sistemin proporcional, po kështu siç u bëu pervertua. Kemi qenë gjithë kundër ndryshimeve kushtetuese të 2008-s dhe ja ku i shohim një sistem politik pa balanca politike që i prishit gjithë ndryshimet kushtetuese të 2007-s. Për shembull, ja të them një gjë interesante. Koncepti kjo nuk e prish koalicionin opozitar, përkundrazi jep një kuptim ose të gjitha aleatët e vegjël të djathtë të Partisë Demokratike mund të integroheshin si afiliacione brenda Partisë Demokratike si korrente, se spektri politik o do jesh një formacion i madh me shumë korrente, o do jesh shumë parti me sistem profesional. Por ne dimë që deri në 2005, kur ishte sistem mazhoritar, sado e ashpër ishte Shqipëria, ne nuk patëm asnjë njeri me rekorde reale kriminale. Kjo është saktë. Atëherë, është saktë. Nuk janë të pakt ata që thonë, dhe sigurisht janë të gjithë majtas, që thonë që Basha do që mandatet doli në rrugë e radikalizoi situatën politike, krijoi një krizë e cila është krizë në gotë sipas tyre, nën shtysat e 2 personazheve politik të fuqishëm në formën dhe mënyrën e tyre, Sali Berisha dhe Ilir Meta. A gjeni gjë te ky hulumtim apo është një lloj diversioni që bëhet nga ana tjetër për të diskredituar lëvizjen opozitare? Tu ka shumë element diversioni, ose më së shumti ka element diversioni, por diçka është për t'u thënë. Çfarë është për t'u thënë? Leadershipi i Lulzim Bashës ka një problematik shtesë. Të shkaktosh një rotacion është diçka një projekt shumë e vështirë, ta sjellësh shoqërinë në një drejtim tjetër. Dhe është e vështirë në vetvete, sikur gjithë ujërat janë të qeta. Imagjino kur ne kemi disa rrethana shtesë. Cilat janë rrethanat shtesë? Është shtrirja në thellësi dhe ngjërsi që ka tradita e majt në Shqipëri. Është e madhe, bjem dakord. 2. Është konteksti dhe nënteksti i reformës drejtësi. Po bëhet një sistem i ri, do ta pranojmë, i cili do ketë një impakt 20-30 vjet të ardhshëm. Kemi disa
leadershipet forta, që janë pjesë e bilancit tranzicionit shqiptar, siç është Berisha, i cili e ka thënë dhe vetë që kthimi im, largimi im është pari kthim. Kemi sigurisht dhe figurën në thonjza, po aq me të njëjtën gjatësi jete politike 30 vjet të Ilir Metës e tjerë. Pra, leadershipi Lulzim Bashës është i realizuar a priori. Pra, Luli ka vështirësi shtesë në këtë punë, për ta thënë. Atë këto vështirësi shtesë janë edhe reale, po dhe të subjektivizuar ose të komunikuara. Unë personalisht e mendoj që për shumë ka nevojë për një pozicionim komunikativ krejt të ri të liderit historik të djathtës. Do kisha shumë më tepër dëshirë. Facebooku nuk bën më punë. Po, jo. Apo bën punën në atë kuptim. Përkundrazi, Facebooku është pjesë e komunikimit vjetër politik të Sali Berishës. Unë do doja ta shifja Berishën, për shembull, biblioteka Berisha është dhe profesor. Doja ta shifja të jepte intervista për vojën e vet politike, të rrëfente ngjarje dhe gjëra të tjera, të lektoronte ose ndërmjetësonte diku tjetër. Çka është natyshme, çka përputhet me thelbin e lëvizjes së tij për të tërhequr, sepse mund mos të rriqej, s'kishte ndonjë problem shumë të madh. Pra, ky element mendoj që ka ardhur koha të diskutohet qartësisht dhe hapur jashtë konspiracionit, po dhe jashtë diversionit. A shihni Lulzim Bashën, ai është kryeministri në hije, po të përdorim një koncept britanik, e cila ka dhe një qeveri në hije dhe një kryeministri në hije. A shihni Lulzim Bashën gati për të qenë kryeministri jashtë hijes, për të qenë kryeministri i Shqipërisë, duke marrë në pasqyrë dhe ato që thatë, se në pikën e vdekjes ku ka shkuar gjendja politike? Fillimisht, me dy fjali do thoya që kush janë avantazhet e Bashës. Basha është i ri, është dinamik, është tashmë me provoj, gati 15 vjeçar, nuk është as i 2, as i 3 vjetëve, as i 5 vjetëve më parë, ka provojë në pushtetin lokal, në pushtetin qendror, dhe ka një provojë tashmë në këtë skakirën e madhe politike, e cila është diçka shumë e komplikuar. Shqipëria është një vend shumë i vështirë për tu qeverisur, dhe është çdo vend është shumë i vështirë për të qeverisur, po gjithsesi, nuk e di unë, Slovakia mund të jetë më e thjeshtë për tu qeverisur, apo Slovenia, sesa Shqipëria. Patjetër që Lulzim Bashën e shoh tashmë gati për staturën e kryeministrit me këto dy kushte. Kushti i parë është që zgjedhjet e tij strategjike janë ose eklektike ose kundërthanëse. Pra ka lëvizje kundërthanëse. Elementi i dytë është fakti që është i rëndomt, nuk jam origjinal fare në këtë, është problemi i ekipeve. Problemi i ekipeve është një problem shumë i madh, ai është edhe përgjegjësia apo dhe shkaku i mos suksesit të një lip, se po se bërë ekipin e mirë përgjegjësinë e ke vet, po dhe po e ke ekipin e keq, edhe ai është dhe shkaku është një rrjedh vicioz. Mua më duket Basha një politikan i një lloji që ekipi e bën fitues ose humbës, në krahasim me lloje politikanësh të tjerë që kanë ndim historinë, nuk konceptohet për shembull kush do ishte ekipi i De Gaullit. S'merret njëri kush ishte zëdhënësi apo strategjisti i De Gaullit. Po ka dhe politikanë të cilët e bëjnë vetë ekipin, e strukturojnë. Për shembull janë aq të fuqishëm sa e strukturojnë, janë aq të strukturuar të tillë. Për shembull Basha, Berisha dhe Rama janë tipologji të tilla që e bëjnë vetë atë vizatimin. Për mua rasti Bashës është i tillë që ai ka një zgjedhje për të bërë, të zgjedhë ekipin. Pastaj ky ekip do ta bëj humbës ose fitues, sepse nuk është as avantazh as dizavantazh vetvete, është lloj, është kategori. Basha është një profil normal, është një profil evropian, është një profil qytetar dhe Shqipëria ka nevojë për këtë fazë. Fazat e tjera kanë përfunduar. Kur flisi për ekip, ju akuzoni ndër të tjera, përmendeni, emri juaj përmendet si po themi sponsor i disa prej njerëzve që janë në ekipin Basha. Është një nga marrëzit e qytetit, është një nga hiperbolat, sepse qyteti është aq i vogël dhe aq e thjeshtë është mënyra se si funksionojnë gjërat në Shqipëri, po një gjë është e vërtet, që nga pozicioni i medias apo institutit Pashko, që nga pozicioni i universitetit ka qelluar që universiteti ka prodhuar disa figura publike, ka krijuar, ka mbështetur, krijuar, nuk do e merrja guximin do ta tri, sepse figura është vetvete o nuk është, të cilat në një mënyrë ose një mënyrë tjetër kanë kaluar
qeverisin e majt ose djathtë. Po shehita gjë për qeverisjen e majt. Ka shumë zëvendës ministra, shumë drejtues të agjencive shtetërore që kanë qenë profesor. Pra, lidhet vetëm me këtë specifik dhe me karakterin universal të... Por dasha keqet, kur duan të shohin vetëm njërin gjysmë, nuk shohin dhe gjysmën tjetër. Por kjo është një proces kreti pavarur që nuk ka lidhje. Po, unë kam një sensibilitet veçantë për diçka tjetër dhe nuk do të përmend rast. Unë shoh shumë problem korrentin liberal në politikën shqiptare. Ai është ose i humbur, ose i papërfaqësuar, ose shumë antagonist për asgjë me njëri tjetrin. Dhe duhet përmend disa emra, me të cilën kemi bërë vite më parë betejë, evente, aktivitete dhe kemi impaktuar diçka. Për shembull, Arben Imami është tek të 60-tat, është një figurë shumë e kompletuar, është në kulmin e energjive të tij politike dhe është i tërhequr dhe më duket sikur nuk është 60, por është një 90 vjeç në thonjza. Shoh Preç Zogajin i cili është i futur në operacionet e ditës, me emisione, me gjëra, edhe pse po bashkëpunojmë fort tek si presidenti i Institutit Pashko, por si thua i mungon ai tehu ose koncepti pioner që e ka pas gjithmonë për jetën politike. Spartak Ngjela, duke u marrë paksa me personalizimin e politikës, kush është dhe kush nuk është, ka harruar fokusin e ideve dhe ka harruar atë dogmatizmin e tij aq simpatik që ka qenë legjendar gati 50 vjeçar në jetën publike shqiptare, para burgut, gjatë burgut, pas burgut. Po përmend ca emra të tjerë. Për shembull, Adri Nurellari, një liberal i ri, edhe shumë simpatik në periudhën e viteve 2000, mesin e viteve 2000, me cilin kemi bërë atëherë qoftë aventurën e kolokviumit liberal, pastaj qoftë dhe iniciativën e themelimit të Universitetit Evropian të Tiranës. E shoh në një version nacionalist, në një farë mënyrë, ka pak kontradikcion. Është problemi i liberalëve, është problemi i partive politike që nuk i pranojnë liberalët? Edhe dy lista, edhe dy tre emra në listë. Neritan Siamini ka qenë shumë simpatik si provokator liberal në qytet. E shoh pa profil, pa profesion, pa intencion. Ku di unë, është futur në botën e konsulencës, nuk është gjë e keqe, sepse është gjë e mirë. Por në kuptimin e rolit publik, ka shumë të tepër mundësi t'japi në jetën publike si liberal. Po Besart Kadin, i cili dhe Ermal Asimen, i cilit e kanë lënë atë betejën e frontit parë liberal dhe ku di unë, po merren me arsimin para universitar. Ndoshta nuk janë liberal Çili, një pjesë e këtyre emrave, mund të jetë edhe kjo. Ndoshta, po për mua janë. Sepse ndoshta do shtroja të tjerë në listë, është një racë qartësisht e dallueshme nga të tjerët. Ti je fut pak biznesis, me zedi nuk e di si e përkufizon vetën, për mostly liberal je. Libcon, liberal konservator. Libdems, po. Nuk ka rëndësi, ideja ime është kjo. Unë mendoj që ky grupim, ose kjo frym, si cila është më shumë frym se sa formacion, ka nevojë të jetë në jetën publike në një mënyrë tjetër. Unë do të thoja një pikpamje paksa provokuese. Patjetër. Dhe në përgjithësi ke Partia Demokratike, do thoja që pa fermentimin liberal, e djatha shqiptare duket ose shpesh bie në pozita ose puniste, ose anadollake, ose amatore. Duhet të jetë kjo hapja e radhës e PD-s së Më bashku? shumë si hapje duhet të ishte një fermentim liberal, pra duhet të ishte një lloj, po themi, pjalmimi në kuptimin e ideve dhe në kuptimin e një që e djatha të bëhet e pranueshme për shoqërinë shqiptare. Se ka një problem. Ka një të djathtë shumë të konsiderueshme, ka një zonë gri, e cila rri pak larg, rri një kanal larg në tutje. Ndoshta pigmenti liberal do ta bënte më të pranueshme për shoqërinë shqiptare, do ta bënte elektoral formacionet e djathta në Shqipëri. Dhe ne kemi eksperiencën në 2003-2005. Ishte ky ndryshim që solli për mua diferencën e 2003-2005-s. Partia Demokratike nuk ka arsye të mos i referohet kësaj provoje shumë të mirë. Dhe Partia Demokratike ka nevojë, ose opozita në përgjithësi, ka nevojë për këtë pigment dhe gjithë jeta politike. Shikoni dhe zhvillimet e tjera që po ndodh. Rritja e liberalëve në Parlamentin Evropian do jenë gjithnjë më dominant. Liberalët janë antidoti më i mirë kundër ekstremizmit, kundër punizmit, kundër po themi format ekstremizmit fetar, nacionalizmit etj. Pra japin besueshmëri një formacioni politik tek
pjesa gri e shoqërisë që në fundit bën diferencën, sepse 35% këtej, 35% këtej, ata janë gjithmonë aty do jenë, do luftojnë me njëri tjetrin, do të ngjisin postra, do shqisin postra. 7 letra ka shkruar zoti Rama dhe 7 herë ka thënë jo, duket se ka thënë jo, se ka thënë jo lideri i opozitës Basha. Kur marrin fund letrat dhe kur thuhet poja e parë, kur ka a duhet ketë spari një, dhe çfarë forme duhet ketë, sepse ta pranojmë dhe ju e thatë e vutër e ngarkesën pejorative në tonin e zërit ndoshta për marrëveshjen Rama Basha, dhe ky është një kompleks që zoti Basha është i detyruar ta vuaj. Ajo që prodhoi një stabilitet në vitin 2017 u kthye në bumerang dhe tani i mbahet për të kundërtën e vet. Është harruar 17 maj me pozitivitetin, mbahet mend vetëm negativiteti. Po duke patur edhe këtë ngarkesë politike, së cilës nuk i shpëton dot, dhe korrenteve të brendshme dhe të jashtme, si ndodh, çfarë forme ka dialogu, poja, tryeza? Letrat e Ramës janë diabolike nga pikpamja e komunikimit, janë telendare, domethënë brenda natyrës së tij, dhe janë për mendimin tim jo demagogjike, janë jo kontribuese për çështjen. Nuk janë të vërteta. Sigurisht që janë të vërteta, janë taktike për të kryer idenë që unë përpoqja etj. Rama nuk ka asnjë propozim të cilën s'ka nevojë të thotë që hajt ulemi ta them atë, t'ia thotë opinionit publik, se si është shef ai dalje nga impasi. Shoqëria është në impas, qeverisja s'ka, qeverisja është e bllokuar, resurset e vetë Rama i është nda nga 25 qershori. Ka i gjithë qeverinë. Pra nga 25 qershori ka ngel vetëm Rama. Dhe asnjë propozim, asnjë ide, asnjë njeri nga 25 qershori nuk ka pushtet sot në Shqipëri. Kemi 3-4 socialistë episodik, të tipit Braçe, të tipit Majko, Spiro Pali, të cilët kanë ndonjë rol të caktuar episodik në kuadratin, s'ka një firmë, s'ka një vull për çfarë të bëjmë. Pra pushteti nuk është më asaj 25 qershorit, i cili s'dihet si ishte, por nuk është më, sepse nga gjërat që dolën rrugës ne e pam. Pra Rama nuk ka bërë akoma një propozim që si është ai daljen ose kalimin në një fazë të tretë shoqërisë. Ai është aktor, nuk është aktor më për qeverisjen, por është aktor për diçka. Ai mund ta formsojë fazën e re të politikës së ai mund të kontribuojë në këtë gjë. Madje ka për detyrë. Është i vetmi dimension historik që mund t'i mbetet Ramës. I duhet të tërhiqet si kryeminist dhe të bisedojë me Bashën sekretari i Partisë Socialiste. Janë derivate, pastaj janë derivate njëra tjetrës. Për mua problemi aktual i Shqipërisë, që është problemi i zgjedhjeve, ka nevojë për një ripozicionim jo në kuadrin e reformës elektorale, por në kuadrin e një kapitull të veçantë kushtetutën e Shqipërisë për zgjedhjet dhe pozicionimi i politikës, i partive politike në sistemin tonë politiko-shoqëror. Një koncept i ri për ndarjen e pushteteve, koncept i ri për sistemin zgjedhor, koncept i ri për mënyrën e financimit të politikës, koncept i ri për administrimin dhe organizimin e zgjedhjeve, koncept i ri për besueshmërinë e zgjedhjeve. Le ta pranojmë, qeveria e njërës palë i ndot zgjedhjet. Ne na duhet për një farë kohe ose për një periudhë caktuar, kur opozita e kërkon, një qeveri kujdestare për të bërë zgjedhje. Ka marrë fund. Askush nuk i beson me tjetrit. Nuk vi dot tek me ty arbitër dhe kundërshtar, nuk vi dot në zgjedhje. Këtu më duket qëndrimi i Bashës, më duket i drejtë. Çështja është, pse Basha s'po bin dot shumë ndërkombëtar ose masivisht ndërkombëtar për këtë gjë? Sepse kjo duket një anapulla si formulë, por kjo ka shumë logjik. Kjo është një defekt. Pse opinioni publik purri indiferent, relativisht. Nuk kam parasysh faktin që s'ka njerëz në pjesëmarrje, gjitha gjërat janë, sepse shoqëria është e bllokuar. Por nuk është mungon ajo pika e kthesës, dhe nuk e di pse. Element tjetër për mendimin tim që lidhet me situatën aktuale, është fakti që Ramës i mungon një projektim në dekadën e re. Ai nuk po i gjen dot atë idenë. Dhe më duket ka një fazë politikanët që është e mjerueshme, kur duan të rinë me çdo kusht në pushtet. Kjo është një problem shumë i madh. I skonton ato nga projektimi i tyre në histori. E kemi parë tek shumë lider, e kemi parë në shumë raste. Kjo është një përpjekje praktikisht pa sukses, por i rrit koston dhe rrit koston shoqërisë, patjetër, dhe ul ratingun në momentin historik. Të mos harrojmë që ka figura shumë dobta politike, nga pikpamja e potencialit, por që mbajnë pozitivisht mend në historinë e Shqipërisë. Po themi Ramiz Alia dhe Fatos Nano, mbajnë mend gjerësisht pozitivisht për tolerancën dhe për hapjen rrugë të një
faze të re. Pra, e përfundoj. Me këtë gjë, Rama nuk është se do ta heqë Partinë Socialiste nga pushteti ose do ta sjell në pushtet. Ose do ta mbajë ose do ta heqë. Nuk është ky diskutimi. Diskutimi është që kemi nevojë për një format të ri. Pas krijimit të një formati të ri, shanset janë për të gjithë dhe situata është për të gjithë e hapur. Nëse Edi Rama është në fund, kush e pason Edi Ramën? Ky është një problem, ky është një temë komplet edhe për brenda Partisë Socialiste, po them. Kjo është një temë tjetër. A është Erion Velir trashëgimtari i Fronit? Nuk di të them, por di të them që apo punon ai që tjetër? Partia Socialiste. A e ka frikë Edi Rama? Partia Socialiste nuk është fare përgatitur për këtë temë. Një gjë di të them për çështjen e Erion Veliajt, kandidimi i tij i dytë për mandatin e dytë, unë refuzoj ta quaj një ngjarje lokale. Pra është një ngjarje me impakt qendror dhe me qëllim qendror dhe me strategji qendrore. Pas ka të bëj fare me qytetin e Tiranës dhe me administrimin dhe ideja ime fillestare se nuk është momenti ta trajtojmë se nuk ka zgjedhje lokale apo jo, bëjmë dakord, s'ka zgjedhje, ka disa kandidatë, po zgjedhje s'ka. Ka disa votime, ka disa kandidatë, po zgjedhje nuk ka. Pushteti lokal i Tiranës duhet të depolitizohet urgjentisht, pak a shumë duke ndjek precedentin e Parisit. Jeta politike franceze nuk gjeti rahat derisa e zgjidhi këtë çështje dhe palët e mëdha politike ranë dakord që në krye të bashkisë së kryeqytetit të madh të Shqipërisë së vogël duhet të jetë një figurë pa ambicie qendrore politike, me fokus në edhe 9.99% qytetin dhe jeta politike qendrore duhet zhvillohet në kanalet e veta dhe jeta politike lokale duhet zhvillohet në kanalet e veta. Ky mandat ishte dhe gjithë impostura e Erion Veliajt ishte një mandat drejt qeverisjes qendrore dhe pavarësisht nga vëllimi i punëve për qeverisjen lokale, në thelb Tirana nuk është administruar në mënyrën e një pushteti lokal, është administruar me objektivat e një pushteti qendror. Partia Socialiste nuk është e gatshme ta trajtojë, s'ka akoma rrethanat, kjo është tjetër një përgjegjësi e Ramës, ta trajtojë temën e pasardhësit të Ramës. Do t'ju them disa emra dhe duat mi fotografoni në verbalisht. Në kuptimin që të lutem shkurt, çfarë mendoni për këta njerëz, individ, personazhe me dy fjali? Sandër Leshaj. Një fotografi si ato të çastit të dikurshme. Jashtë politikës, madje jashtë demokracisë. Gent Cakaj. Një gjeni nga pikpamja e kapacitetit IQ-s personale në vendin dhe kohën krejtësisht gabuar, moshën e gabuar. Bamir Topi, të cilit i keni botuar një libër me kujtime. Po, është shumë pozitive që ish president shkruajnë libra dhe që shtëpitë botuese i botojnë ato dhe bën pjesë e debatit. Bamir Topi e ka të pashfrytzuar potencialin për të marrë pjesë në bilancin e djathtës. Akoma. Salvador Kaçaj. Është një lider lokal i pa evitueshëm, i fuqishëm, i pa evitueshëm, i pa shmangshëm. Bujar Nishani. I mbetem një editoriali që kam bërë kur zoti Nishani ju emërua. Njeriu i mirë Nishani kundër interesit publik, kundër interesit PD-s. Në atë post që vajti. Po jo sërish. Aktualisht. Duhet të ruaj staturën e ish presidentit me gjithë derivatet që ka. Astrid Patozi. Është hera e parë që zoti Patozi ka një iniciativë si i pari. A do të shkëlqej, e kaluara nuk e ndihmon. Elisa Spiropali. Elisa Spiropali është socialiste liberale, pra nuk bën pjesë tek punistët. Është e korrenti tjetër, por më vjen keq që ndonjëherë bëhet instrument i propagandës më shumë se ç'duhet. Lindita Nikolla. Lindita Nikolla përshkoi ose domethënë bëri rrugtimin më të guximshëm
reformimit të sistemit arsimit në Shqipëri që është bërë ndonjëherë, por ajo nuk e mori plotësisht protagonizmin dhe autorsinë, dhe kjo gjë i dha fund karrierës saj politike. Arlind Qori. Marksist. Helena Kadare. Krye dama kryesore e qytetit, dama e damave e qytetit tonë në kuptimin e stitit. Një pyetje të fundit të Qilit, çfarë do mendojnë për këtë intervistë tonën? Do ketë një çudi të madhe, sepse edhe replikat që kemi shkëmbyer në të kaluarën, njerëzit janë të kufizuar ose shumë mendje të kufizuar për të kuptuar që jeta publike ka nevojë për diversitet, për dialog, për kundërshti, por mbi të gjitha unë të konsideroj në galaktikën, në tabelën e Mendelejevit të liberalëve të Tiranës, dhe në këtë sens dhe juroj shumë sukses me iniciativën tuaj, me Qendrën Politike Opikal, me iniciativën dhe me gjithë gjërat e tjera, me sajtin. Dhe në galaktikën e Tiranës ka shumë pak njerëz cilësor për të humbur dialogun ose për të veçuar, dhe bën pjesë tek thirrja që kisha. Por mua ka nevojë për një koagulim dhe për një rol më të sinkronizuar të liberalëve në jetën politike, secili sipas individualitetit vet. Por jo më shumë individualitet se ç'duhet, Dana Sjelltas, jo humbje individualitetit drejt një grupimi ose drejt një lloj banalizimi. Liberalët i duhen qytetit në dekadën e re. Edhe unë në këtë pikë vështrime ju kërkova intervistën dhe ju falenderoj për intervistën, dhe në këtë pikë vështrim, si më thënë, kam mbajtur edhe raportin ton, që ka pas fillimet e veta shumë të mira, ka pas një moment vështirë, por të kotë, të panevojshëm, por mos i themi asnjë. Të pazhvilluar. Faleminderit që ishe dhe na thatë gjëra urime për formatin zhvilluese dhe inteligjente. Faleminderit.